Pas ditën e djeshme u raportua ndalimi i artistit të njohur Gjesti për orë mbajtjeje pa leje, por prokuroria e Prishtinës ka konfirmuar edhe 2 akuza të reja, kanosje dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Çfarë ndodhi dje? Sipas burimeve të një mediumi, situata ka dalë jashtë kontrollit gjatë një përballjeje në zyrat e kompanisë Onima, e cila menaxhon të drejtat e tij digjitale. Gjatë debatit raportohet se është demoluar një kompjuter i zyrës, çka ka detyruar drejtuesit të lajmërojnë menjëherë policinë. Tensionet mes artistit dhe kompanisë kishin nisur që gjatë verës. Gjesti e ka akuzuar publikisht Onimen për padrejtësi, duke u shprehur se po i mbanin peng djersën dhe po e pengonit të publikonte këngë të reja. Nga ana tjetër, kompania pretendon se kontrata është e lehtëshme dhe se artisti po përdorte presionin publik për të shkëputur nga marrëveshja pa shkruar në gjykatë. Pas incidentit të djeshëm dhe denoncimit ndaj artistit, është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Do ta shikojmë në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë me fatin e Gjestit.